Të nderuar shikues, seksioni artistik i Trinjeve të Prizrenit në emër të mëshirës, ndihmës dhe mirësisë, me ndjesë rinore kërkon nga shikuesit e tij të nderit të lartë që ta kenë ndjesinë e përkrahjes së këtij institucioni të pavarur rinor. Që 2 vite të rinjët e kësaj lëvizje të mëshirës, paqes dhe dialogut, pa pas parasysh gjendjet e tyre personale, munduan të vrapojnë në ndihmë këtij populli. Herë të mos harrojmë duke e lënë edhe ndjenjën rinore dhe duke harruar edhe gjendjen e tyre, ndoshta jo dhe aq, por të rënd më njanë punës, por edhe të kushteve personale, kështu duke u munduar të dalin edhe mbi gëzofin e tyre të qiltërsisë dhe sinqeritetit, duke punuar mbi mundësitë e tyre, duke ndjerë thellë dhe duke nderdhur lot me popullin, me kombin e vuajtjeve, siç e dim, duke qarë hallet e tyre të luftës, herë mbi të tashmen dhe gjendjet që i la ajo, e herë dhe mbi të kaluarën. Të kaluarën duke thënë kemi nderin që kemi ndarë lot me një nën dëshmori, kemi nderin që kemi qarë me sytë e një loti të parajsave të një fëmiu dëshmori. Ju kushtojmë kujdesin ta shtoni mbi gjendjen e errët të varfrisë dhe të shtoni respekt para së gjithash në ata që gjakun derdhën në tokën, që ju të lirë tani flisni me fjalët e një gjuhe të dëlërsisë, të burisë dhe të vlerave të larta. Shpresojmë ndo që të bëhet. Shpresat e vjetra të zëvendësohen me të reja. Qëllimet me rënije të reja të ndërlidhen. Presin, priten, ëndërrojnë, por më e rëndësishmja ëndërrohen. Përshëndetje shikues. Gjerdhe të rëna janë ata, të shtrembëruara që mbrapa mshejnë syt, penës së luhatur, të vargut të lirë të lotëve dhe mëshirës, të shtëpisë së prishur dhe lindjes së vjetër, pastaj të qarave të tokës ku shiu depërton lehtë e lag dejet e veprës, më pastaj të shikimit e të mallkimit balazh. Perëndojnë. Aty ku leqit drejtësia, pastaj zhgënjimi ku e zë litarin, e djegja kap gënjeshtrën, grosësia familjare zë jetën, e stili merë të vërtetën, e sheh shënjestrën. Shënjestër kjo e venerimit dhe konotacioneve delire të realitetit, aty ku kishte perënduar dielli e lindur hëna në errësirë, aty ku dita merë erën dhe pluhuri sheh syrin e veloja e anijes pagën e mendjes. Soditje kjo e filleve të punës, simpatizantët të cilit qenë e çmues profesional. Ti qan apo syri i të loton, mbase po qan atëherë pluri nuk të paska ikur në te. Ti loton, dhe ja edhe syri ju qan. Yje qajnë, qahen, presin, priten, ëndërrojnë, por më e rëndësishmja ëndërrohen.